Ja çfarë kam gatuar unë si një student 20 vjeçar që jeton vetëm. Tentova të bëj një lazanja dhe them tentova sepse nuk e kam bërë ashtu siç duhet sepse kisha shumë ingredient që më mungonin. Me pak fjalë kam përgatitur me ato çfarë kisha në shtëpi, por gjithsesi doli shumë e mirë, rezultati ishte fantastik, kështu që shikojeni videon deri në fund. Duhet ta kisha nisur duke skuqur qep, celery, karrota, hudhër, pastaj do shtoja mishin, po nuk kisha asnjë nga këto, kisha vetëm mishin e grirë, kështu që me këtë që kisha. Tani është koha që të bëj beshamelin dhe shqyr që kisha gjalp dhe qumësh në frigorifer, se ndryshe as beshamelin s'kisha për ta bë. Salsa e beshamelit bëhet shumë lehtë, një lugë gjalp, një lugë miell edhe qumësht i përzihen bashk, e rregullon me kripën, e lën që trashet në zjarrtullet dhe e kemi beshamelin gati. Si fillim do të shtrojmë një shtresë salce që të jetë baza për lazanjën, edhe pak beshamel dhe pastaj do marrim petat për lazanja pa i gatuar, domethënë pa i zier, ashtu siç janë, dhe do t'i vendosim sipër njëra tjetrës. Këtë hap do ta përsërisim derisa të kemi mbaruar të gjitha petat e lazanjës. Dhe mos harroni që të vendosni djath në çdo shtresë që të bëhet lazanja sa më e mirë. Unë kam përdorur mozzarella. Me qëra fjala, shumë për jush që i shikoni këto videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow. Pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Kjo është stresa e fundit, kemi vendosur salsën me mish, do shtojmë dhe pak beshamel dhe do t'i hedhim shumë djath. Dhe kur them shumë djath, shumë djath. Do ta përfundoj duke i hedhur pak vaj ulliri sipër që ta ndihmoj të japi një faqe në furrë dhe e kemi gati për në furrë në 260 gradë për 20-25 minuta. Pasi të jetë pjekur, e nxjerrim nga furra, e lëm 10 minuta që të mpikset dhe lazanjën e kemi gati. E di që nuk bëhet kështu lazanja, po ato që kisha ato përdora. Faleminderit shumë që ndoqët videon, shihemi.